Në një kohë ku zhvillimi I një fëmie nuk lidhet vetëm me dijen, por edhe me emocionin, kreativitetin dhe vetbesimin, lind nevoja për hapësira që I ndihmojnë ata të shprehen lirshëm. Në Tetov, një qendër po ndërton pikërisht këtë qasje, duke kombinuar artin me zhvillimin personal përmes aktrimit, vizatimit dhe këndimit modern, sepse çdo fëmijë ka një mënyrë unike për të treguar botën e tij. E për disa prej tyre kjo botë merr jetë përmes skenës. Në udhëheqjen e profesorit të aktrimit Adrian Aziri, fëmijët mësojnë të shprehin emocionet, të dalin nga vetja dhe të fitojnë guximin për të qenë përballë publikut. Aktrimi nuk është vetëm rol, është një proces që I ndihmon të njohin veten. Përshëndetje, jemi këtu tek kursi aktrimi me profesor Adrian Azirin, të shohim, të futemi brenda se si është situata, se sa nxënësit janë kreativ dhe sa janë të interesuar për këtë kurs. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, Mirdita, na kapët kështu pa lajmëru, spontanisht. Spontanisht është më bukur, dua t'i shofi djelmoshat se çfarë kreativiteti kanë, se sa janë të interesuar për kursin e aktrimit, sepse jeni me më të mirin këto, a e dini? Po, shumë mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Ne momentalisht I presim edhe fëmijët tjerë që të vinë. Për momentin kemi 8 nxënës të cilët e ndjekin kursin e aktrimit. Me siguri tani ndërkohë do të vinë edhe të tjerët. Përndryshe, me këta fëmijë të bukur të mrekullueshëm, po ndjekim një proces shumë interesant ku gjatë muajit qershor, në përfundim të këtij kursit, do të përgatisim një shfaqje shumë të madhe, shfaqje madhështore, ku ka mundësi që sinkron të jenë edhe fëmijët e kurseve të pikturës, edhe fëmijët e kursit të këndimit modern në udhëheqjen e Elita Ziberi, edhe të pikturës me Beharin. Përndryshe, ne javën e kaluar sapo patëm një shfaqje, një mini shfaqje, gjithashtu të bashkuar sintezë me kurset paraprake, do me thënë që I përmenda më herët, edhe shpresojmë që ky kurs të ndikojë në zhvillimin e motorikës së fëmijëve, motorikës së trurit, motorikës së lëvizjeve të trupit e kështu me radhë. A është e vështirë të punosh me fëmijët, t'i koncentrosh dhe të ndjenjat më kryesorja t'ja mësoni ndjenjat se si t'i shprehin? T'ju them të drejtën, për mua s'ka qenë fare e vështirë, sepse prej ditës parë kur u njoftua me fëmijët, ata do me thonë e pranuan energjinë time dhe gjithçka ka shkuar për mrekullia. Po fëmijë? Tani duhet të vinë edhe të tjerët këtu. Edhe kur do të vinë të tjerët, të gjithë ne do t'i tregojmë për shtypjet se si ne kemi kaluar në shfaqjen që e patëm tek Pallati I Kulturës. Apo? A mundet? Apo? Bravo! Faleminderit Adrian, falë që ju pengum, pastaj do I presim edhe nxënësit tjerë, t'ju shohim pak edhe se si shkon zhvillimi I orës. Patjetër, faleminderit shumë që erdhët na vizituat në klinikën psikologjike Galaxy në Tetov. Ndërsa për të tjerë, shprehja vjen përmes ngjyrave. Në klasën e artit vizatimor, çdo vizatim bëhet një reflektim I ndjenjave dhe imagjinatës së fëmijëve, pa shumë fjalë, por me shumë kuptim.
Profesor, po ndodhemi këtu pra këtë qendra Galaxy ku ju po ndani talentin tuaj edhe me ca nxënës të tjerë të cilët janë ta pasionuar pas pikturës. Më thuni se kjo është një kënaqësi në vete, jeni mësuar ju me student pak me mosha më të mëdha, ndërsa këto janë nxënës me grup mosha më të vogla dhe sy e vesh janë kaq ju. Çfarë përfaqëson kjo për ju? Çfarë ndjenje jep kjo për ju? Shifni, Art Studio Galaxy gati 6 vite që funksionon edhe merremi me fëmijë prej grup moshave 6 vjeçare deri në 15 vjeçar. Tash kemi 2 grupe në këtë kohë. 2 grupe, dikun mbi 20 nxënës janë, nxënës të talentuar, të cilët vazhdimisht e ndjekin këtë kurs. Për mua kjo është një kënaqësi e madhe për shkak se si pedagog edhe si profesor, çka merrem me këta nxënës, mundohem që sa më shumë talent të zbulojmë edhe në kuadër të kësaj edhe t'i drejtojmë edhe që në të ardhmen e shpejt këto të përcaktohen. Qoftë për ndonjë profesion që ka të bëjë me artin, me kreativitetin, qoftë të ardhmen mund ta kenë edhe si hobi, për shkak se arti e dim se është edhe një landë ku mund edhe nxënësit edhe pas ngarkesave të ndryshme që i kanë në këto kohra që të merren edhe me një profesion pak më relaksues që t'ja kalojnë sa Keni kaluar 6 vite, kanë kaluar shumë nxënës në për duar dhe sytë tuaj. Ka momente ku që nga momenti i parë shihni se dikush do jetë dhe është talent i lindur në fakt, se arti duhet të kesh pak të lindur në vete që ta dish, ta kesh syrin. Shifni, shumicën e rasteve vinë nxënësit që prindët na i sjellin këtu edhe që shohin vetë prindërit, për shkak se ne nuk mund t'i ndjekim gjithë nxënësit në për shkolla ku mësojnë ata. Prindërit janë ata që e shohin një talent ke fëmijët, mirë po përsëri unë kisha thënë se talenti tek fëmijët, tek ata që ekziston na si profesore kemi ma lehtë që të fillojmë të vazhdojmë edhe të kishim këtë fushë veprimit, mirë po nuk do të thotë që edhe nxënësit që nuk kanë talent nuk mund të jenë pjesë të artit, për shkak se e dim se gjithçka me punë edhe arrihet shumë vetëm se duhet punë. Ka pasur ndonjë rast që nga këtu më veç se kanë vazhduar ta kenë edhe si profesion dhe në fakt kanë vendosur që ta kenë profesion dhe ta shkojnë në shkollën e artit? Pikrisht edhe kjo Art Studio merret me këtë për shkak se na gjatë procesit punës drejtimi i artit ka disa fusha, siç janë piktura, grafika, skulptura, dizajni grafik, arkitektura, dizajni brendshëm, dizajni digital. Edhe kështu që na si profesor kur i shikojmë nxënësit edhe fillojmë nga vetë starti i këtyre që të shohim një talent se për cilën fushë është më shumë i spikatur edhe që do të thotë që në grup që në moshën 6 ose 15 vjeçare ne fillojmë t'i orientojmë ata se cili drejtim. Pastaj ata së bashku me prindërit e tyre vendosin se çka do të vazhdojnë. Edhe kështu mund të them lirisht që shumica e nxënësive që kanë dalë nga Art Studio Galaxy kanë vazhduar që të merren me profesione që kanë bëjnë edhe me arti. Ju faleminderit shumë profesor dhe ju urojmë shumë suksese dhe këto 6 të bëhen edhe 60 tjera. Faleminderit edhe juve, pra mirë po dëshiroja që të cekja këtë muaj ne jemi duke për shkak se ka një konkurs ndërkombëtar në Tiranë. Është konkursi ku kërkohen, është tema e caktuar, janë zogj. Edhe ne si studio do të marrim pjesë me të gjithë nxënësit, me 28 nxënës që kemi këtu, do të konkurrojmë atje dhe shpresojmë se do të marrim edhe ndonjë çmim. Jemi edhe me Melisën këtu, e cila ka përzgjedhur një vizatim shumë të bukur për syrin tim. Më thuaj Melisa që sa kohë je pjesë Galaxy Art School, pra pikërisht për vizatim? Unë këtu jam që 2-3 vite. Dhe më pëlqen shumë mënyra se si vizatoj, si e shoh kursin Galaxy, më pëlqen atmosfera, stafi që kemi drejtorin bashkë me drejtoreshën, arsimtari që kemi Behar Feratin, ka një pasion shumë të madh për vizatimin dhe gjithmonë tenton që këtë pasion ta lërë edhe te ne.
Fakti që je vetëm se më 2 vite e gjysëm këtu tregon se sa e përkushtuar je edhe ndaj vizatimit. Cila ishte arsyeja që ti ju fokusove këtij drejtimi? E jo ndonjë drejtimi tjetër, që nga më e vogël e doje vizatimin, merje ashtu fletushka të pikturosh apo të ka sugjeruar dikush? Jo, pasioni im ka qenë prej e vogël, dhe me thonë vizatimi, edhe jom shumë e fat që kam gjetë kursin Galaksi dhe më këshillon gjithmonë në rrugën tim të drejtë. Mendoj se kjo do jetë e ardhmja ime. Dëshiron profesionalisht pra të merresh me pikturën, si duket. Të kemi ty një profesoresh në Galaksi pas një periudhe, apo jo, pse jo? Presoj. Këtë pikturën sot që je duke e pikturuar, më thuaj sa kohë të nevojitet që ta përfundosh? Mendoj se është 2 orë, 2 orë e gjysmë maksimumi që mund ta përfundoj. Dhe çka shohin sytë e tu kur e shohin këtë pikturë? Se thuhet se çdo artist në mënyrë të ndryshme i sheh pikturat dhe punimet e tij. Nga ne që nuk kemi fare idenë me artin. Më thuaj, ti çfarë e koncepton pikturën kur e sheh? Secili vizatim ka ngjyrat e tij, ka vlerën e tij dhe unë mendoj që është shumë i bukur, me ngjyra, me kahje, shumë të tjerë, prandaj e fillova ta vizatoj. Muhamet, na thuaj që sa kohë je pjesë e këtij kursit dhe çka të shtyu pikërisht të jesh pjesë e kursit të artit të vizatimit? Prej kur ka fillu ky kursi unë jam këtu. Si e ndjen atmosferën me shoqet, këtu jeni, e shoh se keni edhe më shumë grup mosha të ndryshme, vajza me të cilat mund të ndani edhe mendime. E sheh një vend ku jeti më e relaksuar? Unë jam 9 vjeç. Që sa kohë ke filluar të merresh me këtë kursin e vizatimit? Një 4 muaj a 3. Ishte iniciatori vetë, doje që të ndjekësh këtë kurs, apo nga fakti që e kam pa familja që ti vizaton shumë bukur, ta kanë sugjeruar? Po. Më thuaj vajzë bukur, çka je duke pikturuar sot? Sot jam duke pikturuar një flamingo. Dhe sa kohë të merr që ta kryesh komplet vizatimin? Ndoshta 1 orë. Më thuaj se çfarë ke vendosur sot që të na pikturosh? Sot kam vendosur ta vizatoj një zok. Një zok. Dhe më thuaj sa kohë të duhet që të koncentrohesh ashtu dhe ta mbarosh pikturën? Nuk e di, ama më vjen se 2 orë. Deri 2 orë. Po, maksimumi. Që sa kohë ke filluar të merresh me pikturën? 1 vjet. Që 1 vit. Dhe çka është pasioni më i madh i yt? Çka dëshiron më së shumti të pikturosh? Zoq. Zoq, atë që je duke e bërë edhe sot, apo? Më thuaj, çka ke preferenca më së shumti të pikturosh? Cilat janë preferencat e tua? Të vizatoj maca. Maca, i don macat si kafshë ti? Po. Të bora ku çka dëshiron më së shumti të pikturosh? Zoq. Zoq, atë që je duke e pikturu edhe sot, apo? A më thuaj, a kur të rritesh a dëshiron të bëhesh artiste? Po. Të urojmë shumë sukses. E ka edhe nga ata që zgjedhin zërin si mënyrën më të fuqishme të shprehjes. Përmes këndimit modern, fëmijët zhvillojnë talentin e tyre, ndërtojnë vetbesim dhe mësojnë të qëndrojnë përballë publikut. Zëri i tyre nuk është vetëm muzikë, është identitet. Do futemi tani edhe te grupi i këndimit me profesoreshën Elita Ziberi për të parë se vajzat si e përjetojnë në këtë kurs dhe normalisht cili është pasioni i tyre, pse kanë vendosur pikërisht të vinë në grupin e këndimit ku jemi këtu te Qendra Galaksi. Përshëndetje! Përshëndetje! A shihni sa të zëshëm dallohen që janë nxënësit e këndimit, sepse një zëri si një kor i bukur të gjitha të sinkronizuara. Si po kaloni? Shumë mirë. Që sa kohë po keni filluar të merreni me grupin e këndimit? 2 muaj, 2 javë. 2 muaj. Edhe ti që 2 muaj. Thuaj, çka ishte arsyeja që të shtyju të vish në këndim? Sepse qof si një Britney Spears e ardhshme. Vetë. Kisha qef edhe. Unë erdha në këtë grupin sepse mu pëlqen mu shumë këndimi. Sheh veten si një profesoresh si Elita këngëtare në të ardhmen? Po. Kush ishte arsyeja që ti vendose të merresh me këndim? Por më pëlqen këndimi dhe vetë për këndimi dhe dësha shoqërohem me vajzat po. tjera. Ja, okay, do bësh ti e famshme dhe ty do të duam të gjithë. Apo? Po. Okej, vazhdojmë në pjesën tjetër, kemi një bukuroshe këtu tjetër, më thuaj të bukuroshe sa vjeç je? 7.
7, vetëm 7, dhe cila ishte arsyeja që ti erdhe në grupin tek mësuesja Elita të këndosh? Rea, më thuaj ti pse e përzgjedhe këndimin e jo një nga grupet tjera, shembull aktrimin apo artin vizatimor? Këndimi të shkon më shumë për shtati për qefi? Aha, a ke ndonjë këngëtare më të preferuar të cilën ti kur të rritesh dëshiron të bëhesh si ajo? Kush? Adele. Adele! Ua, Elita, ke pun këtu! Ëmbëlsirën për në fund një djalosh të bukur, me sy jashtëzakonisht shumë të bukur, përshëndetje, si quhesh? Unë quhem Muhamet. Muhamet, emrin e paske shumë të bukur. Më thuaj, Muhamet, cila ishte arsyeja që ti vendose të me vish në kursin e këndimit? Sepse kam shumë qef këndimin. Që nga mosha ma e rej, ke dashtë të, dhe tani në këtë qendrën Galaxy kur u hapën dyert të erdhi shanse që ti ke ndonjë idhull të që ti don të bëhesh si ai kur të rritesh, që ja dëgjon këngët dhe preferon që të këndosh si ai? Unë më shumë ja dëgjoj këngët e Ilir Shaqiri. Keni ndonjë preferencë? Vajzat me zi presin, cilat? Unë këngët angleze që në gjuhë, po që në gjuhën angleze. Ju tjerat? Unë duam lumturi. Cilat? Duam lumturi. Do ma këndosh pak? Okej. Në çdo sin kur veror, pram veror, duar tanë si ato të fluturojmë, zemra jon tiketa kur troket, me zemra flet. Në çdo sin kur verojmë, pram veror, dhe në sy ata mbajmë jetën tonë, dashurinë e klurinë e pafund, me ëndra shumë. Ma një bot me ëndra, jam të vegjël shumë. Mos lëndoni nënat, syrin e pa gjumë, të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët të gjithë globin anë mban, të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë mban. Elita, ne dim që ti veç se më ushtron edhe rolin e mësimdhënës se ka shumë vite dhe je një pedagoge jashtëzakonisht e shkëlqyer, po vajzat me të cilat ti tani punon janë më të vogla dhe janë pak më të ndihshme, po që talenti shihet kur je i vogël. Më thuaj, cila është eksperienca që ti e merr çdo herë që ke grup me këto vajza kaq të mrekullueshme? Them drejtën, ishte hera e parë që mbaj edhe unë një kurs me fëmijë, po desha që të nxjerrim talent të ri, përkrajim talentet e ri, se unë ndonjëherë gjë nuk e kam pa dikundi më e vogël, edhe tash kur i shoh që janë shumë talentuar, unë mundohem aq shumë maksimum të punoj me këta, edhe t'i realizojnë ëndrat e tyre që i kanë. Beson se vajzat në vazhdimsi do e ndjekin hapat e Elitës dhe do shkojnë në shkollën e muzikës dhe të luftojnë për dëshirat dhe pasionin e tyre? Mendoj që dikush po edhe dikush do e ketë edhe si hobi, nuk është patjetër që po. Do e merr si hobi, se në përgjithësi edhe kështu e kemi nis më shumë si hobi, që të shkojmë dikundi në koncerte, që të performojmë bukur, dim si trim në skenë, këto janë gjërat kryesore në kursin tonë. Ku koncentrohen më së shumti vajzat, në cilën pjesë? Në pjesën e këndimit, normal, në pjesën e këndimit, po pastaj edhe unë e shoh edhe shumë atë qëndrimin në skenë, kam shumë të fiksuar. Po, e kam fiksuar, e çdo herë edhe me kolegët ose dikush që vjen më i ri, e kritikoj të them pak, e di ri kështu. Një vlerësim. Po, sepse është këngë patriotike dhe duhet të rish pak më serioz, e kam pak si zakon këtë gjë, edhe këtë e shoh edhe te këta. Në të ardhmen, ndonjëherë nga vajzat jam e bindur se do e kesh kolege, a? Besoj se po. Por për te zhvillimit artistik qëndron një dimenzion edhe më i thellë, ai emocional. Kjo qendër nuk i dedikohet vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve, që përballen me trauma dhe sfida të jetës, si dhe punon në psikologjinë familjare. Psikoterapia mbetet një shtyllë e rëndësishme për të ndihmuar individin të kuptojë veten dhe të ndërtojë një jetë më të balancuar. Tanja, më thuaj, si lindi ideja për krijimin e Galaxy Psychology në Tetov pikërisht dhe çfarë dallon këtë qendër nga të tjerat?
Okej, në fillimi, qendra kena hapur në vitin 2020, kena hapur bashkë me bashortin tim, të cili ka qenë motivuesi kryesori, e mbështetësi kryesori për të hapja e qendrës. Në fillim, pas mbarimi specializimi në psikoterapi për trauma, të cilat e kom përfunduar në Shqipëri, kom fillu të punoj me klientët. Pastaj kom pas se kom pas një hapësirë më të vogël, kom pas se është nevoja duke rritur, edhe hapësira është pak e vogël. Dhe me iniciativën nga bashortin tim e kena hapur këtë qendra, të cila është ndërtuar si shtëpia, por ideja ishte pikërisht të jetë një qendër si shtëpia për shumë familjet. Që të ndihen ata më ngrohtë, apo të ndihen si në shtëpinë e tyre, mos ta kenë atë tabun ende në kokë që po shkojnë në psikolog thjesht. Pikërisht këtë ide ishte në fillimi, sepse psikolog edhe një herë du të cekit, edhe çdo herë i përmendet punon me njerëz të shëndoshëm. A ka dallim tani, a ka paragjykim ndaj psikologut edhe në këtë kohë? Sa janë të vetëdijshëm njerëzit për shëndetin mental, se gjëja më kryesore në trupin tonë më duket është shëndeti mendor. Sa jemi vetëdijsuar me kalimin e viteve? Shumë faleminderit për këtë pyetje, edhe më shumë motivimi dëshiroj të tregoj se më të vërtet ka rrit vetëdijsimi, edhe më të vërtet ka rrit kërkesa për psikolog. Mendoj se edhe qendra jonë është pak për një qytet, edhe sa më shumë të hapet qendra aq më mirë, sepse më të vërtet kërkesa është duke rritur, veçanërisht pas koha e pandemisë, të cilat kanë ndikuar absolutisht të gjitha. Psikologu nuk është tabu, absolutisht aktualisht të popullata e këtushme, edhe gjë e mirë që kërkohet, edhe unë do kisha dashur ta tregoj se ne të gjitha kena nevojë për psikolog. Edhe ne psikologët e kena nevojë për psikolog. Unë ndonjëherë tham po të shkoj unë në psikolog, e bëj psikologun për psikolog, kështu që të gjithë padyshim kanë nevojë. Po, ma thuaj se sa është e vështirë të kërkohet ndihmë nga personi i cili ka nevojë. Ju si psikologe dhe psikoterapeute, sa e dini sa e kanë të vështirë ata të kërkojnë ndihmë? Ne dim si psikologës se në atë moment kur kërkohet ndihmë, 50% është largu. Domethënë, po, vërtet, hapi i parë gjithmonë është më e vështirë. Por në moment kur i japin hapi i parë, tjera shkon shumë më të lehta. Kështu që po, hapi i parë fillim të kërkohet vështirë, po kjo është na motivon që kërkohet absolutisht momentalisht është kërkesën për psikolog është e madhe. Pak më herët përmendet periudhën e pandemisë dhe stilin që e kemi jetuar gjatë asaj periudhe që ka ndikuar te secili nga ne, pa përjashtime, pa bërë përjashtim, mundemi ta gënjejmë veten të themi jo të kun jo, po te secili ka ndikuar. Dhe dua ta bëj pyetjen se sa po ndikon stili i jetës, ritmi që po e jetojmë tani kaq të shpejtë dhe kaq me adrenalin edhe në shëndetin ton mendor. Ndikon edhe mënyra se si jetojmë, stili i jetës. Absolutisht, nuk mund mos e ndikon sepse ne jetojmë në sistem familjar, sistem politik, sistem ekonomik, edhe çdo sistem ndikon të ne. Në momente kur ka qenë pandemia, ka qenë me siguri është e mbyllur izolimi shoqëror, edhe ka ndikuar të secili. Aktualisht ne përjetojmë edhe një valat i tjetër e vështirësie, të cilat ne i dim, ndjekim në gjendja politike, gjendja ekonomike, të cilat absolutisht nuk mund mos e ndikon, sepse ne të gjithë jetojmë. Mendoj se çdo gjë nga pak ndikon dhe mbushat gotën, po më thuaj kur është koha ideale që të fillohet të kërkohet ndihmë, sepse nuk është mendoj se arsyeshme pasi që të bëhet e madhe të kërkojmë ndihmën tek psikologu. Është mirë që edhe më herët edhe pa e ndjerë, ndoshta nevojën thjesht ta bëjmë një bisedë me psikologun. Pyetja shumë e mirë, edhe ndonjëherë edhe klientët kur vinë i pyeten,
Mo jam vonë. Do të thënë pyetja koka në vend me saktësi që ka, sepse zakonisht ne mund të themi pas një problematike për diçka, vonë e pam, vonë arritëm, vonë u bë. Kur është shumë vonë? Përgjigja është se në momenti kur vendoset të vi, pikërisht ai momenti më i duhur. Edhe unë besoj me gjithë zemër që kjo është momenti më i duhur për të vijë. Se secili i din ai momenti më i duhur. Po, ne mund ta mendojmë, ne mund ta supozojmë ndoshta më mirë do ishte më herë, ndoshta më. Po, kjo është ideja jonë. Po, ne nuk e dim si është për këtë personi, edhe unë besoj se çdo person e din kur është koha më mirë, edhe vjen pikërisht në kohën më të duhur në atë momenti kur duhet të vi. Kur ka nevojë. Po, ju në qendrën tuaj keni edhe kurse të muzikës, të aktrimit dhe të artit vizatimor. Si lindi ideja që ta bëni edhe më të përsosur këtë qendër tuaj që fëmijët të ndjehen edhe më të lirë, pam ca fëmijë, bisedua me ca fëmijë dhe buzëqeshjen e kishin nga veshin në vesh dhe me nxiprisnin në ditën kur vinë ata në kurset, qoftë të këndimit, qoftë të aktrimit, aty ku ata e gjejnë veten. Si lindi kjo ide që ti përfshini edhe fëmijët jenë pjesë e shtëpisë së madhe tuaj, ndo e them? Okej. Duke punuar me familja, pasi specializimi i dytë i komës e psikoterapi familjare, pasi duke punuar me familja, duke kaluar, duke vëzhguar se çfarë vështirësie kalon familja, lindte ideja si në qovë se ne do punojmë diçka si mas preventive. Shumë më vështirë të punosh diçka që është me një problem, me një vështirësi të cilat e kalon. Edhe lindte ideja pse mos e punojmë diçka para se të vijë vështirësia. Këto kursat ne i shikojmë si mas preventive, ku fëmijët rriten, zhvillohen, pjekën në mënyrë kulturore, estetike, morale, ku ma shumë të ne i zhvillohen kur e bëjmë diçka që na pëlqej. Fëmija, ashtu si që i tregojta, si cili zgjedhën kurs, ku i pëlqej, edhe pikërisht në momenti kur janë të kënaqur, kur janë të lumtur, pikërisht në atë momenti truri zhvillohet edhe më shumë, edhe më mirë. Në atë momenti fëmija bashkëpunon edhe me prindërit. Ne kena edhe grupat me prindërit, ku vazhdimisht komunikojmë për kursat, vazhdimisht organizojmë aktivitetet të lidhura në kursat, ekspozitat, shfaqjet, ku kyçet edhe familjarët. Këtu është ideja se të bashkohet familja, të kalon koha shumë më shumë me fëmijët e vet. Njëkohësisht në atë kohë, minimum 2 orë në javë, fëmija largohen nga telefonat. Doja t'ju pyes në fakt se sa luan rol edhe psikologjia, rrjetet sociale në psikologji. Këtë e kisha pyetjen e radhës, sa luajnë rol tani rrjetet sociale, fakti që telefonat i kemi më si varfshmëri, të them në një farë mënyre. Ne nuk mund të eliminojmë rrjetet sociale, edhe nuk mund të eliminojmë komplet nga fëmijët, telefonat, celularit. Ne duhet të kuptojmë edhe si të rriturit se celularit u bë pjesa e jetës. Ashtu si që edhe të ne, edhe të fëmijët, edhe komplet të eliminojnë, edhe ajo është e idonsha për arsye se aty ka komunikimi. Por mënyrat të cilat është më e shëndoshme, e përshtatshme, të paksohet koha përdorimi. Përndryshe, ne nuk mund absolutisht të eliminojmë, kjo është një iluzion të cilën mund të krijojmë për vetë. Tani sa është sfiduese të punosh me një familje, sepse do duhet të kyçet të gjithë antarët, duhet të prekësh në atë momentin ku është lindur problemi pa marrë parasysh se çfarë do që të jetë. Sa është sfiduese për ty që me çdo njërin të gjesh gjuhën e përbashkët, të gjesh momentin, mënyrën më të përshtatshme për të prekur deri tek ai që ai të hapet dhe të flet atë që edhe e pengon dhe e tangon. Sakt. Me familja është shumë më sfiduese të punojsh se sa në mënyrë individuale. Pikërisht të përshtatesh çdo familjarit, edhe çdo antaret e familjes, mos ndjehet çdo antar anashkaluar, absolutisht, por më besoni është puna e psikoterapisë më e pasur.
i pasurosh me familja për arsye se kur punojmë me individ, individ të shkojnë në familje. Dënjëherë nuk është gjithçka e varet nga te. Absolutisht, ne ndikohen nga faktora tjerët, veçanërisht nga njerëzit e afërmi. Edhe afërmi ndikohen te ne, kështu që në moment kur ne punojmë me të gjithë sistem familjar, ne mund ta bëjmë shumë më shumë. Është më sfiduese, por është Pas sa seancave vërrehen rezultatet e para? Shumë individuale. Më besoni se ka ndonjëherë unë vetë si psikoterapiste i di se duhet koha, është proces, është diçka i njëjtë si një problem ka zhvilluar, nuk ka ardhur për një ditë, kështu që ne e dim se është proces, ndoshta kërkohet pak më shumë kohë. Por çdo gjë është shumë individuale. Ndonjëherë personat e gjejnë aq shumë motive, besimi, krijimi besimi në veten, të cilat mund ta kalojë edhe disa seanca. Vetëm me disa seanca. Absolutisht. Tani përmende kohën. Tani doja të ta bëja një pyetje më personale. Sa është e vërtet thënia jepi kohës kohë? E vërtet. E vërtet është. Çka që na duhet është të japim kohës kohë. Është ajo që për të cilat ne të gjithë e kemi nevojë, edhe unë do kishta dash ta tregoj, shfrytëzoni kohën tani se këto në këtë momente, sepse pikërisht në këtë momente kur jena tani është jeta. Ajo që ka qenë ka shku. Ajo që do vi akoma s'ka ardhur. Nuk është jeta. Jeta është tani se këto. Se pikërisht vazhdoni, jetoni në jeta tanishme. Këtu se tani. Ku e shifni veten pas 5 viteve? Ku keni shku? Preferoj mos me siguri unë kom qëllimet edhe planat, edhe qëllimet edhe planat e mia të bazohet në rezultatat, absolutisht. Në moment kur i shikoj të fëmijat, të frymëzuara, të buzëqeshura, absolutisht motivi im të vazhdoj edhe ndoshta edhe të shtojmë edhe disa kursat e tjera duke shikuar rezultatat pozitive ashtu siç të fëmia i njëjtë edhe të familjet. Planat e kena edhe të shtojmë edhe aktivitetet e tjera, por kritalëm kohës. Sepse në fund, zhvillimi nuk është vetëm talent, është vetëm mënyra si ndihesh, si e përjeton veten dhe si e ndërton jetën tënde. Dhe ndoshta, pikërisht këtu, arti dhe psikologjia po bashkohen për të ndërtuar njerëz më të fortë, më të lirë dhe më të vetëdijshëm. Sepse një fëmijë që mëson të shprehet, është një i rritur që nuk do të ketë frikë nga vetja e tij. Një fëmijë që dëgjohet sot, është një zë i fortë nesër. Dhe ndoshta, pikërisht këtu, por rriten jo vetëm artist, por njerëz që din të ndjejnë, të flasin dhe të qëndrojnë fort në botën e tyre.